Presidenti Donald Trump tha pas bisedimeve me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu të mërkurën se nuk u arrit asnjë marrëveshje përfundimtare për mënyrën se si të ecet përpara me Iranin, por këmbguli se negociatat me Teheranin do të vazhdojnë për të parë nëse mund të arrihet një marrëveshje. Netanyahu, i cili pritet të shtynte Trumpin që diplomacia me Iranin të zgjerojë përtej programit bërthamor duke përfshirë dhe kufizime për arsenalin raketor, theksoi se interesat e sigurisë së Izraelit duhet të merren parasysh, por nuk dha asnjë shenjë që presidenti bëri angazhime që ai kërkonte. Në takimin e tyre të 7 që kur Trump u rikthye në detyrë vitin e kaluar, Benjamin Netanyahu, vizita e të cilit ishte më e përmbajtur se zakonisht dhe e mbyllur për mediat, synonte të ndikonte raundin e ardhshëm të diskutimeve amerikane me Iranin pas negociatave bërthamore të zhvilluara në Oman të premten e kaluar. Dy liderët biseduan me dyert të mbyllura për më shumë se 2 orë gjysmë, në atë që Trump e përshkroi si një takim shumë të mirë, por tha se nuk u morën vendime madhore dhe nuk pranoi publikisht kërkesat e Benjamin Netanyahu. Trump ka kërcënuar me sulme ndaj Iranit nëse nuk arrihet marrëveshja, ndërsa Teherani është zotuar për kundërpërgjigje duke shtuar frikën për një luftë më të gjerë, teksa Shtetet e Bashkuara po grumbullojnë forca në lindjen e mesme. Ai ka shprehur vazhdimisht të mbështetjen për një Izrael të sigurt, aleat i kahershëm i Shteteve të Bashkuara dhe armik i betuar i Iranit. Në intervistat mediatike të martën, Trump përsëriti paralajmërimet e tij të drejtë për drejta ndaj Iranit, duke thënë megjithatë se beson se Teherani dëshiron një marrëveshje, nuk u arrit asnjë përfundimtare, përveç se unë këmbgula që negociatat me Iranin të vazhdojnë për të parë nëse një marrëveshje mund të finalizohet, shkroi Trump në rrjetin social pas takimit me Benjamin Netanyahu. Nëse mundet, i bëra të ditur kryeministrit se kjo do të ishte preferenca ime. Nëse nuk mundet, atëherë do duhet të shohim cili do t'jetë rezultati, shtoi Trump, duke vënë në dukje se herën e fundit kur Irani vendosi kundër një marrëveshje, Shtetet e Bashkuara goditën objektet e tij bërthamore në muajin qershor. Trump i tha Fox Business në një intervistë të transmetuar të martën se një marrëveshje e mirë me Iranin do të nënkuptonte pa armë bërthamore, pa raketa, pa dhënë detaje të mëtejshme. Gjithashtu i tha Axios se po shqyrton dërgimin e një grupi të dytë të goditës me aeroplan mbajtëse si pjesë e forcimit të madh ushtarak amerikan pranë Iranit. Izraeli ka frikë se Shtetet e Bashkuara mund të ndjekë një marrëveshje të ngushtë bërthamore që nuk përfshin kufizime në programin balistik të Iranit apo ndërprerjen e mbështetjes iraniane për grupet armatosura si Hamas dhe Hezbollah.